gjesin e hershëm, gjithë janë me angazhimit e tyre për më shku në punë, dhe ne kemi zgjedhur që tash me diskutu për diçka goxha të rëndësishme. Po flas këtu për vizitën e emisarit të BE-s për dialogun, Sorensen, i cili pra erdhi dhe la disa mesazhe të prera. Pas vizitave të tij me krerët institucionale dhe me liderët opozitor, Sorensen u tregua goxha i qartë në qëndrimit e tij, duke i vënë theks pra që Kosova duhet të ecë para në procesin e dialogut, një proces i cili ka stagnuar për muaj me radhë, pra ende pa asnjë zhvillim, ndonë se takimet janë mbajtur edhe më herët, por që nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Për tu do të flasim, por jo vetëm, do të flasim edhe më gjithësisht edhe për temat e tjera, do të flasim edhe për proceset të cilat e presin në Kosovën, flas këtu për zgjedhjen e presidentit, gjithashtu për formimin e qeverisë, e çka jo tjetër, me të ftuarit tonë në studio kam profesorin universitar Jeton Kelmendi. Profin, mëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, përshëndetje ju dhe shikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit që jeni këtu. Dhe përmes së lidhje direkte është edhe analisti politik Bekim Selishta. Bek, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Po, mirëmëngjes e Arta, edhe gjithë teleshikuesve kanal Veshit, dhe mirëmëngjes edhe prezantuesit që keni aty në studio. Faleminderit shumë. Po, prof, për nisim pra me juve, dalemi fillimisht tek mesazhet e Sorensenit, si e pe vizitën e emisarit të BE-s për dialogun? Po, natyrisht se Bashkimi Evropian ka pritur që në Kosovë të ketë institucione dhe qeveri, dhe pas këtyre zgjedhjeve, ku tani më ka një fitues të qartë, sigurisht se Bashkimi Evropian jo se pret, por kërkon me do e mos që të krijohen sa më shpejt institucionet, qeveria, dhe si pas marrëveshjes që kishin bërë, pra të rifilloj pra bisedime, të rifillojnë mes Prishtinës dhe Beogradit, zyrtar dhe kësaj madje edhe detyrimet e marra nga marrëveshjet e mëparshme të zbatohen. Kjo ishte porosia e qartë, se nëse doni integrimin në Bashkimin Evropian, pra nuk ka se ku të shkojë Kosova pa i kryer obligimet e veta. Edhe formati takimit të dërguarit të posaçëm Bashkimit Evropian, zotit Sorensen, ishin pra gjithë përfshirë, se takuan kreun e shtetit, presidentën Osmanit, takuan kryeministrin ardhur ose fituesin e zgjedhjeve Albin Kurtin, dhe po ashtu kishte edhe takime me liderët e subjekteve politike opozitar. Pra kishte edhe takime me zyrtarët e lartë trupave të NATO-s, gjithsesi KFOR-it këtu, dhe po mendoj se takimi ishte goxha i plot dhe natyrisht për të vazhduar më pas edhe në takimet të formateve të tilla edhe në Beograd. Bekim, si e pe ti vizitën e Sorensenit në Kosovë? Realisht, nëse flasim për këtë, ai dha mesazhe të shumta për këto. Si e pe ti? Këto vizitat e emisarëve tërgun për Bashkimit Evropian, ne zakonisht i kem vlerësu dhe kem prit me entuziazëm, si pasojë që kem prit shumë që për të ardhmen e vendit na zhbllokohen disa rrugë që kem pas të bllokuara, si të kalumën si tash, ne vazhdimisht kemi qenë kooperues, edhe nuk kem ato që kemi qenë refuzues për ato që kanë dërguar për Bashkimit Evropian. Po ne këto 2-3 vitet e fundit kem pas disa bllokazhe si bllokime si pasojë që dialogi nuk ka funksionuar, po këto nuk kisha dashur me fajsu dikam për vendorëve, sepse ka ndodhur disa incidente brenda Kosovës që i ka shkaktuar për i servis, dhe normal që Kosovën tash, këtë rastin tjetër, këtë rafshë fajsoj se nuk ka arritën me përfitu për këtyre problemeve që i ka shkaktuar Serbia. Realisht, është e rrugës që këto problemet që shkaktohen, incidentet e vogla, si rasti Bajskës, si zgjedhje kryetarëve të ri, po jo serb, në komunat e Veriut, edhe ne kemi pa një revolt nga kriminalet serb që jetojnë atje, edhe që nxit nga politika e Beogradit. Ne jem të bo bisedime, po ne nuk jem bo, ne jem ka ndërtojmë bisedime në rrafshe ku i konvenon mësë shumë të servis. Është e rrugës, unë nuk maj plan që bisedime, nuk e di ku e marrin gjithë këtë guzim, gjithë ta që bojnë negociata me Serbin, që i harrojnë
dome që kanë shkaktu Kosovës. Po. Duhet më një pej rafshit të dameve që kanë shkaktu prej pensione, që halo nuk i marrin njerëzit. Botja nuk jetojnë më këtë botë, po pensionet, kontributet që kanë pagu një Shqipëri ose matutjen nuk i kanë marrë dëm shpërblimet. I mani kemë dëm shpërblimet tjera që... Po që kemi pak më të shkurtër edhe më të prerë të këto diskutime, dhe kur flasim që të mos hapim tema tjera, duhem dalim fillimisht tek një mendim i përgjithshëm tek vizita e Sorensenit, por prof e hapi beka dhe një temë goxha interesant, pra nëse flasim për këtë çështjen e dialogut, apo si po trajtohen, ose nëse flasim edhe për dëmet, për ato që i është bërë, apo trajtohen njësoj realisht Kosova dhe Serbia në dialog? Po, tashi, kjo është një pyetje që gjatë vazhdon të shtrohet dhe natyrisht se përgjigjet janë të llojshme varësisht nga çfarë prizmi shikohet. Kosova ka hyrë pa përgatitur, madje legislatura e kaluar, gjithsesi qeveria e kaluar, udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, ka qenë qeveria që ka qenë më pak e përgatitur në gjithë historinë e Kosovës, ka bërë një marrëveshje e cila në historinë e Kosovës është më e dobta, pra marrëveshja e Brukselit, pastaj për të pasuar dhe me aneksin e Ohrit, dhe këto sigurisht se e kanë vënë Kosovën në pozitat palakmueshme, sepse kemi pasur masa ndëshkuese nga BE-ja, pastaj kemi pasur masa të tilla edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ka ndodhur ajo që ndoshta askush s'ka mund ta pres, Kosova është ndeshur, është ballafaquar, pra ka pasur kontradikta të thella me aleatët, ata që në fakt e ndihmuan edhe çlirimin, edhe bërjen e shtetit, madje edhe njohjen e Kosovës. Se si pritet kjo tani, domethënë është një obligim, është detyrim ndërkombëtar dhe marrëveshja për cilën sigurisht se kishte ardhur Sorensen në Prishtinë, ishte pra zbatimi pikërisht i kësaj marrëveshje. Dhe këtu ka pasur eskivazhe nga kreu i qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, sepse ka marrëveshje, një herë thot madje dihet ajo vidja e famshme, herë thonë të tjerët i nxjerr dhe thot nuk ka marrëveshje sepse nuk është nënshkruar, pra ka një lloj hutie. Dhe unë tani pres marrëveshja të implementohet sepse nuk ka më zgjedhje. Lëvizja vendosi i ka fituar zgjedhje dhe është fituese e padiskutueshme, fituese absolute, sepse ka 51% dhe tani më nuk domethënë janë të paktën 4 vite që Kosovës nuk i kërkohet të ketë më zgjedhje dhe sigurisht se detyrimet ndërkombëtare duhet zbatohen. Se çfarë do të ndodh e bën goxha pragmatike dhe të paparashikueshme, sepse kemi të bëjmë me një njeri jo konvencional i cili natyrisht se edhe marrëveshjet që i nënshkruan nuk i zbaton, është një njeri i cili vështirë parashikohet, po them në veprimet e tij politike, pra kam fjalën për Albin Kurtin. Nga ana tjetër kemi po ashtu sepse patmë edhe një deklaratë të kreut të qeverisë në detyrë të Kosovës, ku thotë se ne jemi në rregull sepse ne kemi legjitimitet të plot, çka i bie tjetër vërtet, ndërkaq në Serbi nuk është kjo. Pra si duket ka një lloj loje ping-pongun mes Vučićit dhe Kurtit, se herë një janë i shkon në zgjedhje, i prish herë tjetër në mënyrë që të thirrën në mos legjitimitetin e njënit apo të tjetrit. Pra, këtu në fakt edhe ka diçka të vërtetë se në Serbi ka mbi një vjet që ka protesta, ka demonstrata, ka dhunë, ka gjithçka pra jo demokratike atje dhe nuk e di se sa do ta ketë legitimitetin. Një ndërhyrje shkurt me diskutu me profin. Po, ju lutem. Po Bek. Profesor, me gjithë respektin dashur me diskutu dy tema që përmendë. A është obligative marrëveshja që nënshkruhet edhe a duhet të respektohet për qeveri, se përmendën dy tema në zgjedhje. Domethënë, një që mbo marrëveshje, po e dyta që nuk janë respektu. Marrëveshja që mbohen ndërkombëtarisht, a ka domethënë dome ose obligimin ndaj shtetit nëse bën marrëveshje ndërkombëtare. Po pa diskutueshëm se janë obligime që derivojnë nga marrëveshjet. Problematika është se Serbia jo vetëm këtë marrëveshje, po historikisht nuk i ka zbatuar pjesërisht ose disa dhe tërësisht marrëveshjet. Dhe sa herë që Serbia nuk i ka zbatuar këto marrëveshje, Serbia është ndëshkuar. Pra kemi pasur marrëveshjen e Rambujës, pastaj në vazhdimsi dhe të gjitha ato faleminderit shumë. Nuk i ka respektuar Serbia, pra Serbia është ndëshkuar.
kemi një marrëveshje të nënshkruar nga Albin Kurti dhe nuk i ka respektuar edhe Albin Kurti, sepse dorën zemër edhe Serbia nuk është, asnjëna nuk i kanë respektuar, dhe këtu kemi pasur masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Pra Kosova për herë të parë është vënë në grupin e të ndëshkuarve, pra nga aleatët tanë. Dhe kjo unë mendoj se ka qenë një disbalancë i forcave, pra me aleatët të cilët na kanë ndihmuar edhe në çlirimin edhe gjithsesi edhe në njohjen e shtetit Kosovës. Dhe ne të nuk ka pojë dje Kosova është futën në ndalimin për më dhon viza për në Amerikë. Domthonë është kozhani një shëplak fytyrës, që shtojnë në gjuhën popullore, nëse një aleat i madh, siç ka qenë Amerika, nëse dhe ajo nëse sanksione për viza, ne nuk e dim me kënd kemi pas aleanca. Unë kështu mendoj, edhe duhet jetë që aleancat duhet më mbajtë, duhet më mirë mbajtë, duhet me pas komunikim të vazhdueshëm, jo me prish raportet me aleat. Ne nuk kem shtet i madh ose një fuqi e jashtëzakonshme që me pas atë impaktin ndërkombëtar mi kundërshtu dhe aleat edhe fuqitë e tjera në raport me politika ndërkombëtare. Sepse mund ta kem gabim, po ashtu janë kriju bloqet politike, është kriju bloqet politike Bashkimi Evropian Amerika me njën, dhe në anën tjetër e ki Rusin Kinën. Tash, neve nuk na kam bejt tjetër, veç me rreshtu me një grup, ose ne nuk e kemë mundësin me po grupacioni tjera të reja, po veç e kemë rreshtu me cilën grupacion politik. E në këtë fush, nëse ne i prishëm punë me mishtan, me Amerikën edhe me vendet tjera të Evropës, po veçanërisht me Amerikën, nuk e di çka na pret neve për të ardhmen tonë politike. Prof, atë si qëndrojmë, apo dëmtojnë realisht marrëdhëniet e Kosovës me aleat ndërkombëtar? Po, plotësisht të drejtë, kolegu ka dhe fatkeqësisht kanë shku deri në masë sa janë, nuk do thoja do dëmtuar, por deri në farmase janë prekur marrëdhënie dhe unë mendoj se është një nga çështjet më të gabuara të institucioneve të Kosovës. Po them ajo që ka ndodhur deri më tani ndoshta dhe mund të justifikohet sepse kishim një cikël zgjedhjesh dhe kjo çështja e populizmit politik, domethënë është nisësose lidhur edhe për nacionalizmin. Atë do thoja jo nacionalizëm të mirëfillit, por nacionalizmin primitiv, vje keq se duhet ta them kësaj, por nuk gjej shprehje tjetër. Pra, unë mendoj se ka të drejtë kolegu, sepse ne duhet ta ruajmë aleancat strategjike, sepse pa ta nuk kemi, dhe ne nuk kemi një palë të tretë, nuk kemi edhe në mes këtyre, domethënë janë ata që na kanë pru, domethënë mendimin e tyre kemi ardhur deri në ditën e sotme. Tani unë pres që do të mund të ketë zgjedhje, por po them është e vështirë të parashikohet sepse kemi të bëjmë me një njeri jo fort konvencional, i cili është i paparashikueshëm, pra kam fjalën për Albin Kurtin dhe pak a shumë me të njëjtin format edhe në Beograd Aleksandar Vučićin, pra janë dy populistë dhe çështja e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur Departamenti i Shtetit fut një nga ato 75 shtetet, pra edhe për fat keq edhe Shqipërinë edhe Kosovën, pra për vizat e migracionit, sigurisht që është një mesazh goxha i keq, është një lloj ta quaj një lloj presionit mbi institucionet e shteteve tona dhe sigurisht se duhet reflektuar mbi këtë bazë. Ajo që do të prisja unë dhe mendoj se do të ishte në të mirë demokracisë dhe të Kosovës që qeveria që do të del pas këtyre zgjedhjeve, që ka dalë pra pas këtyre zgjedhjeve, të krijojë një statut të asociacionit pra bazuar mbi marrëveshjet të cilat ishin bërë dhe kishim një marrëveshje të nënshkruar nga ish kryeministri Thaçi, më pastaj ish kryeministri Mustafa dhe madje ishte shumë e lehtë kjo punë për të zgjedhur sepse kishin gjithë ato pikat e famshme që bienin ndesh me kushtetutën e Kosovës të korrigjoheshin ato dhe mbi këto parime të krijohej një asociacion pra i cili do të ishte ekuivalent me asociacionet standarde që nuk do të prekte as sovranitetin, as nuk do të kishte kompetenca ekzekutive dhe mbi këtë parim do të kryente një obligim të marrë ndërkombëtarisht Kosova dhe kësaj pra do të vazhdohej me integrimet evropiane. Do të Kosovës, po. Bek, vajtohesh edhe ti sepse profa e përmendën më herët se tha qeveria Kurtit është më e papërgjegjshmja, më e papërgatitur sa i përket në historinë e Kosovës, pra sa i përket procesit të dialogut. A pajtohesh edhe ti, a mendon njëse? Po e dëgjova edhe më herët, edhe veç e prita momentin për me diskutu, nuk e di, realisht me punën e ekspertat që deri tash janë dukun,
parimisht nuk ju ndalë ato eksperta që japin më të mirën për vendin. Edhe rezultati ka qenë jo i mirë. Tash ku është arsyet, nuk e di, po në rezultate definitivisht në raport me dialogun me Serbinë edhe me Bashkimin Evropian nuk e ndodhshëm të përgjithshëm. Po nëse nuk gaboj, ne e dim kërështarën po shtet, në vitin 2021, deklarata e parë që e ka përmendur domthonë kur i ka radhit prioritetet dikon dialogun e ka pasur Albin Kurti, dikon dialogun prioritetin e 10 ose 12 këtë dikon ka fundi sepse nuk e ka pas top prioritet dialogun, edhe nuk habita me këta. Po veç një gjë kisha kërku për kryeministrit aktual sepse është fitues absolut i zgjedhjeve, mundësit i ka absolute, çka do që vendosi ka dhe mundësinë edhe infrastrukturën që s'paku në raport me dialogun nuk ka nevojë me omarshëm me politika ditore, po ekspert gjitha fushëve i vynë mi pas afër, sepse është shumë e nevojshme mos a bëjmë prap gabimin e njëjtë që kanë bërë në kaluamën me kur është bërë dialogu edhe marrëveshjet me Serbinë në raport me kishat që sot e kanë pavarësinë dhe eksterritorialitetin e vet ku ne kemi mujtën shumë thjesht milion kishat ortodokse, kishat Kosovës, edhe realisht ato kanë qenë kishat Kosovës, jo të Serbisë. Kështu që është shumë e nevojshme që ekspertat me i pas afër vetit edhe ku do që jenë. Nuk ka rëndësi bindjet politike, nuk besoj që ka shqiptar që jeton në Kosovë, që menon mirë për shtetin e vet, që ka monon në raport me Serbinë me menon bindjen e vete politike. Realisht këtë prizëm neve na vy më ngris standardi ku ne menojmë për të ardhmen e këtij vendit, jo me u blloku vendin. Sepse nëse ky asociacioni ju jep kompetenca ekzekutive komunave, sërbe, ne nuk kemi bërë kur gjë. Domthonë kemi humb shumë pe territorit tonë. Kemi humb rastin e parë kur ka qenë decentralizimi, tash vjen ky e fundit është domthonë asociacioni nëse ka kompetenca ekzekutive, atëherë mund me qenë një mini republikë brenda Kosovës. Një mini republikë me komuna sërbe edhe një shtet në veti brenda shtetit këto territorit që ka dhënë kishat sërbe, që vazhdimisht i kanë rrit territoret ku do të qenë kishat sërbe, domthonë ka atë pavarësinë e vet, na nuk jem shtet me shumë territor Kosova. Me pak këto gabime në hapa, do të na kushtojnë të ardhmen edhe Kosova nuk ka shumë territor që mund me falë në këtë kuptim, mi dhon dikuj tjetër me ta menaxhu territorin kur ne mojmë vetë me menaxhu. Kem burimet mjaftueshme njerëzore që dim me mbrojtën, me rujtën edhe me kultivu dialogin me të tjerë dhe me mbrojt vendin tonë dhe politika tona. Sepse është e dobët. Po. Ajo që është përmendur Beka dhe prof realisht nga Kurti në marrëveshjet e kaluara ka qenë që në rast se krijohet ka qenë asociacioni një gjë që është paraqitur, është prezantuar shqiptarëve si e dëmshme për Kosovën. Në marrëveshjet që kanë nënshkruar pra liderët para prak. Bek dua një mendim nga ti dhe pastaj edhe nga profa. Unë asherë nuk im pajtu me këtë asociacionin, por nëse ka qenë veç organizat oje që thojmë ne, asociacioni, atëherë nuk është që i shkakton dëm me shtetit Kosovës, sepse o veç një organizat jo qeveritare. Por nëse ka kompetenca ekzekutive, atëherë risko shumë i madh me shpun nga një mini republikë brenda Kosovës. Për ta thash edhe më parë, nëse ka kompetenca ekzekutive, ne nuk e dim sakse, nëse ka atëherë është shumë dëm për vendin. A nëse nuk ka atëherë është veç një organizat qeveritare që mund me pas një bashkëpunim mes komunave të veta, po nuk ka qenë nevojshme kjo më diskutu. Ne me Serbi nuk ka me diskutu në raportet Kosovë, në rrafshin Kosovë-Serbi, jo në rrafshin mbrana Kosovës me diskutu me Serbin problemet që na paraqitin. Ky ka qenë një gabim kurdo që ka vu, është gabim në hapa sepse me Serbin nuk u ndarë me diskutu problemet e mbrëmshme mbrana Kosovës. Po me Serbi nuk ndarë me diskutu veç fenomenet edhe problemet që i lidhen mes Kosovës edhe Serbisë. Po jo me pravu Serbi me hinë Kosovë. Atëherë nëse Serbisë ja kanë leju me folë për problemet e Serbën Kosovë, atëherë ndarë edhe Kosova me lyp të drejtat, edhe lirit që ju mungoj shqiptarët që jetojnë në Serbi, që nuk janë të pakta. Por shembull ne kemë vazhdimisht diskutohet pasivizimi i adresave
Po bek që mos qelim tema tjera, se du me qenë ma të shkurtë se as të kam kohë shumë në dispozicion. Në po këtë temë eri, këta o këndashtën shumë me do problematikën e shqiptarëve, më falit, Kosovës dhe Serbisë, ose me folën si probleme ndërshtetërore, ose me fokusu, me folë për problemet mbrëmshme si të Serbisë ose të Kosovës. Jo me qenë dialogin një anshëm me folën veç për problemet e sërbe mbrana Kosovës, e Serbi me amnistu për problemet që shkakton shqiptarëve vazhdimisht mbrana Serbisë. Po, prof, si ishe të realisht marrëveshjet e kaluara, a kanë qenë kaq të dëmshme, apo më dëmshme janë këtu, se përmendë edhe më herët që marrëveshja që është nëshuar nga Kurti është goxha dëm që i bën Kosovës. Po, në fakt, marrëveshjet nuk është se kanë qenë të mira asnjëna nga ato, dhe Kosova që nga fillimi nuk ka shkuar në mënyrën më të mirë e përgatitur. Këtë duhet ta themi sinqerisht. Marrëveshja e fundit është pa diskutueshëm më e dobta për Kosovën, pra është më dëmshme për faktin se e ka pikën 7 ku thot vetëm menaxhim. Dhe kjo në një farë mënyrë druajt dhe dhosh Zotit ta kem gabim, por gjykuar në këtë që lexojmë dhe në bazë të teorisë marrëdhënieve ndërkombëtare dhe përvojave që kanë edhe më vendet e tjera, pra nga shembuj këtyre druaj që do të ketë një republikë të tretë të Serbisë, pra Kurti në qoftë se shikojmë punën e tij që në fillim çdo gjë që ka thënë ka bërë të kundërtën. Pra në të gjitha veprimet e tij politike ka ardhur me moton se duhet të bashkohet me Shqipërinë dhe e ka larguar sa kur më shumë. Ka ardhur për ta luftuar korrupsionin dhe e ka zhvilluar dhe më shumë. Ka ardhur për ta kundërshtuar asociacionin e ka bërë më të keq. Pra është një figurë vërtet kontroverse, prandaj unë po them rezervohem për të dhënë ndonjë parashikim, sepse është i paparashikueshëm, por druaj se do të mund të ketë sërish zgjedhje. Mënyra se si u deklarua se Kosova nuk ka legjitimitet, në qoftë se në Serbi nuk shkohet në zgjedhje, sigurisht se mund të provojë, mund të ndodhë që edhe Kosova të ketë cikël tjetër zgjedhor, pra Kurti duke e ditur se çfarë ka nënshkruar mund ta provokojë vendin në zgjedhje tjera. Pra thjesht kam ngul në një personalitet të papranueshëm për zgjedhjen e kreut të shtetit, pra presidentit ose presidentes, dhe lehtazi mund ta dërgoj sërish vendin në zgjedhje sa për ta prolonguar marrëveshjen të cilën e ka bërë në Bruksel, pra dhe aneksin e saj. Sepse këto marrëveshje, po them, është marrëveshja më e keqe e mundshme që ka ditur ndonjëherë Kosova ta bëjë për veten. Po thua, prof, që këto munden me i shfrytëzu, pra nuk janë marrëveshje që i konvenojnë qeverisë dhe sidomos Kurtit, dhe mund ta shfrytëzojë edhe këtë rastin e zgjedhjes së presidentit që të propozoj një emër jo të pëlqyeshëm për opozitin, jo të pranueshëm. Sigurisht kjo, ai i pari njeri që tha mund të kemi zgjedhje, thash vetë Kurti, duke i pasur 51%, dhe i përmend zgjedhjet dëshmon se ka një paqartësi ose një çrregullim, do të thoja, tek Kurti, dhe kjo të habit, sepse ka vende kur i ka qeverinë ekzekutivin, të gjitha institucionet dhe kreu i shtetit i lihet opozitës. Ta zëm kemi pasur kur në Shqipëri qeverisë e Partisë Socialiste Fatos Nano dhe i kërkoi që Partisë Demokratike të propozonte erdhi ish presidenti Alfred Mojsiu. Pra ka shumë raste kur qeveria i ka të gjitha dhe për ta balancuar pak a shumë pushtetin ja lërë opozitës, kuptohet një figurë të pranueshme. Dhe në rastin më të mirë, Kosova do të mund t'i lindte një intelektual, një personalitet që do ta propozonte, do të ishte i pranueshëm edhe për pushtetin, edhe për opozitën, por në qoftë se nuk do të ndodhë kjo, pra ka një taktik të Kurtit për ta çuar sërish vendin në zgjedhje. Sa do të ndodhë kjo, a nuk do të ndodhë, ne nuk mund të parashikojmë, sepse po e përsëris për të satën herë, Kurti është i paparashikueshëm veprimet e tij politike, por ajo që dihet deri tani dhe është e sigurt, është marrëveshja e zotimeve që e ka bërë Kurti me Vučićin, është shumë kundër Kosovës, është në dëm të Kosovës, dhe unë i druaj se kjo edhe mund ta çojë sërish vendin në zgjedhje. Po dhe ai konvenojnë, prof, Kosovës sërish zgjedhje? Ishte një vit i mbushur 2025 ta me zgjedhje. Po tani të jemi të sinqertë, zgjedhjet janë të kushtueshme dhe e kanë një bezdi, por e zhvillojnë demokracinë. Mos të harrojmë se kemi edhe vende të Bashkimit Evropian, siç është Italia dhe vende tjera, madje kemi pasur cikle të tilla edhe në Belgjikë, vende të ndryshme me demokraci tani më të konsoliduar, ku shkojnë në zgjedhje, pra në Bullgari e kështu me radhë, ato e zhvillojnë demokracinë dhe ndonë se janë pak të bezdishme, pra nuk janë të dëmshme. Funi funit e zhvillojnë demokracinë. Problematika në Kosovë është sepse ka një elektorat të ndarë dhe
qytetarët janë të ndarë, madje ndarja më e madhe dhe më e paduhura, sipas mendimit tim, është ndarja e elektoratit bashkëkombësve tanë që jetojnë në diasporë dhe atyre në Kosovë. Dhe këto si një farë mënyrë po i shërbejnë Kurtit, domethënë taktika e Kurtit është dhe mbështetja e Kurtit. Kjo është edhe dallimi, sepse hiç qindra mira qytetarë që vinë për ta zgjedhur Kurtin, domethënë që ju a lejo kushtetuta, natyrisht nuk jemi as se si kundër tyre, por mënyra se si votohet 86% e diasporës se mbështesin një subjekt politik, sigurisht se e damton rënd demokracinë. Por s'ka të keq edhe në qoftë se kemi edhe sërish zgjedhje. Funi funit e zhvillojnë demokracinë. Kosova duhet të jetë e përgjegjshme në raport me integrimet evropiane dhe këtu s'duhet humbë. Fituesi pastaj nuk është shumë i rëndësishëm. Funi funit le të fiton, ndoshta sot i ka 51, fito 60 ose bien 40 ose është punë relative se kush fiton. E rëndësishme është që qytetarët ta kenë mirëqenien më të mirë dhe qytetarët mund ta shohin se sa e kanë, pra që nga fitoria e zgjedhjeve kemi parë se sa jetën më të mirë kanë qytetarët me rrymen që ndalohet dje dhe me çmimet që fluturojnë. Pra kjo është një sprovë që qytetarët mund t'ia ofrojnë vetvetes me vetë dëshirë, pra dhe unë besoj që qytetarët do të kenë një proces të vështirë, po gjithsesi në vetëdijsim e sipër. Po. Dhe Bek, si është ti, realisht të përmendje dhe prova një çështje, një gjë që është përmendur edhe shpesh kështu këtë pjesa e presidentës, dhe ndoshta Kurti nuk është i gatshëm realisht të marrë një mandat tjetër qeverisës dhe mund ta shfrytëzoj këtë postin e presidentës edhe për ta çuar vendin në zgjedhje. Pajtona plotësisht me profesorë. Po veç edhe një gjatë që ne nuk për diskutojmë Albin Kurtin, nuk e kam plan ma me kritiku sepse Albino në mrena kornizave të veta edhe pikryn strategjit politike ose me thonë me pak fjallë është lojtari politikës momentalisht, si pasoj që opozita nuk është konstruktu edhe nuk është pjekën me udhëheq vendin. Me qëto lider të opozitës, Breshtin Bedri Hamzë sa ka arë në kreun e PDK-s, nuk janë të vetë kënaqur ose ç'më thon, ç'është më shpjegoj shumë më thjesht, nuk e kanë momentin më të mirë për me udhëheq vendin, sepse janë pajtu me çdo pozicione që i kanë, nuk kërkojnë më shumë, sepse ne i kemi pa edhe fushatat që u krytën kanë shumë zbeta, disa i mbyllën fushatat edhe një ditë para se me ardhë heshtje zgjedhore, edhe të tjerë po i njëjti bon hala, unë e thonë, maskarada politike, ku i ka hubë zgjedhjet, jep dorëheqje, nëse do subjektin tonë politik, ose nëse ke çmu çfarë subjekt politik ku ti ke dhënë kontribut, ose ke menu që e më i miri, po nuk e dol më i miri, që e strategjia jote ka gabu, atëherë nuk je lojtar politik përballë Albinit që ke ngry edhe subjekti tjetër, po jep dorëheqje, ose ndihmoj partisë me mu ripozicionu, rigrumullu, me marë përgjegjësi politike. Partitë opozitare fatkeqësisht momentin që e kanë, nuk kanë momentumin e vetë që me marë përgjegjësi ose me marë pozicione politike. Arsye, unë e menoj që nuk është më periudha 2002-ës e 2003-ës, kur e dim që në 2004-2005 e ka qeverinë menaxhike ose udhëheqke aliansa me LDK-n, po në opozitë kemë pas PDK-n, që ka qenë opozitë, çdo ditë ke pas deklarata politike ose presione politike karshi qeverisë edhe unimikut. Ne i dim që për shembull për mëon pushtet Partia Demokratike ka pas kauzën e pavarësisë Kosovës që nuk përbojnë subjekte tjera, po ne kemë bo. Edhe ndodhe ajo në 2007-ën. Në 2007-ën i fitoi zgjedhjet, në 2008-ën veçantë pavarësia e Kosovës, kështu që subjektet politike nuk kanë vizion, nuk e kanë qartë të opozitës se çka po dojnë përballë vetit. Ne moj me kundërshtu ton kohën Albinin, me u marrë me Albinin, por realisht subjektet do të më marrë me vetveten. Mu ripozicionu, me marrë kauza politike, po në fundit pakënaqësi qytetare, partitë opozitare për çfarë arsye i jepet besimi me marrë protesta, me gjetë mënyrën e protestimit të pakënaqësive që i kanë, po jo
me menu që partitë opozitare që ne në media ja fitojmë zgjedhjet ose dikujt ja humbim zgjedhjet. Kjo paqartësi ose naivitet politikës ose pa e disa liderëve me kuptu që mediat e veç që pasqyrojnë edhe nxjerrin pa disa probleme që janë aktuale, po mediat nuk ja hupin zgjedhjet kërkujt, as nuk ja fitojnë kërkujt. Liderët opozitar ose liderët të subjekte politike janë ato që duan me dalë në media, në rrugë, mu ballafaqu me qytetarin, mu ballafaqu edhe me kryeministrin, në fundit edhe me ju tregu që e ka të mirë ose keq, po jo ato me qenë modest, në pozicionit vetë edhe me prit rezultate të mëdhaja. Ti nëse je modest në pozicionin tonë, kjo s'ka logjik, me prit rezultate të mëdhaja. Realisht duhesh me luftu për me pas rezultate të mëdhaja. E këtë rast Albin Kurti, në anën tjetër e ka qeverinë, në pozicionin tjetër ton kohën mirët me oponent e vetë politik. Ai nuk flet në sekond, ai mirët me oponent politik edhe godet se cilin oponent që i del përpara edhe ja gjen momentin. Edhe në anën tjetër bën fushat me pozicionin që ka si kryeministër, domethënë shpërndon mjete, qytetarët i mirë pretin. Jemi keq me minuta. Prof, si mendon ti, a pajtohesh të me Bekën, pra mungon në aspekti opozitarizmit dhe qasjes opozitarizmit pra në karshime qeverisjen aktuale që ka qenë tash 4 vite? Për fat keq, më duhet të jem decisiv se kemi pasur qeverinë më të dobët që ka njohur Kosova Demokratike që kur ka nga viti 2001, pra kur ka qeveri, dhe shkuar kësaj kemi një opozit edhe më dobët se sa kjo qeveri. Tash paramendoje, opozita ka qenë më dobët se sa dobët, dhe për fat keq, po them, lider caktuar, do më thënë kanë qenë edhe të papërgjegjshëm. Ajo që do të shtoja unë është se kemi edhe shoqëri civile të dobët sepse është e marginalizuar, e kontrolluar nga politika dhe parapolitika. Ajo e cila ka bërë detyrën e vetë në shërbim të qytetarëve ka qenë deri diku e vetmja media. Pra, media është opozitarizmi një farë mënyrë, nëse mund thuhet i vetmi i kësaj qeverie. Ose do të thoja, qeveria ka humbur betejën vetëm me mediat, sepse mediat i kanë nxjerrur gjithë ato skandalet, gjithë ato të korrupsionit, aferave të ndryshme, kurse opozita nuk i ka materializuar. Ajo që në demokraci vlej duhet një dorëheqje, duhet unë dhe e prisja që në fillim dorëheqjen e kreut të LDK-s, i cili në mënyrë krejtësisht papërgjegjshme vazhdon të ushtroj njëherë, thotë se do të tërheqet, pastaj nëse do të pranohet, nëse s'do të pranohet. Pra është katandis ky subjekt politik dhe është gjendur në një situatë kur duhet t'i vej gishtin kokës dhe të mendoj, a do t'i shërbej me Kosovës, a do t'i shërbej Albin Kurtit e vetëvendosjes. Deri më tani ky subjekt i ka shërbyer lëvizjes vetëvendosje, decisivisht dhe s'ka asnjë dilemë. Kjo e ka dëmtuar demokracinë. Prandaj edhe minutat janë të gjatë për të qëndruar në krye të këtij subjekti. Duhet ta themi decisivisht sepse kështu nuk zhvillohet demokracia. Edhe te PDK-ja dorën zemrën don se është pak a shumë në shtratin e vet, mendoj se është pak a shumë i konsumuar edhe zoti Hamza, sepse ka qenë 2 herë dhe nuk është se ka bërë ndonjë gjë, pra është pozicionuar në vendet ose lokacionet prej nga Partia Demokratike, ka bastionet e saj dhe nuk ka mundur të bëj asnjë lloj ndryshimit, pra ka qenë shumë e vakët qasja e këtij subjektit politik për të bërë opozitarizëm. Aleanca dhe ashtu gjenden në një situatë sepse është edhe subjekt më i vogël, edhe pse në korelacione me subjektet e tjera ishte korrekte. Pra mendoj se Kosova politikisht opozita ka gabuar që nuk e krijoi qeverinë e opozitës dhe kësaj do të mund ta balanconte pak demokracinë dhe milionat që i përdori ose i keq përdori, sepse realisht i ka keq përdor qeveria Kurti, nuk do të keq përdorshin sikur të kishim një qeveri të opozitës. Pra në një farë mënyrë subjektet politike opozitare ja dhuruan Kurtit sepse nuk po dinë se çka duan dhe nuk po dinë ta plasojnë të vërtetën e tyre para qytetarëve, dhe kjo po them e ka dëmtuar rënd demokracinë në vend, sepse kemi një shumicë e cila mendon se duke i marrë shumicën e votave të qytetarëve, besimin e qytetarëve, ka të drejtë edhe kur s'ka të drejtë. Ndodh ajo që i rrezohen nga 12 ligje për një herë. Pra janë njerëz të papërvojë politike, për fat të keq sjellën njerëz militant dhe diletant të cilët nuk dinë të sillen në institucione, dhe kjo po e dëmton demokracinë. Pra është një lloj gare se kush shane pshtyn më shumë
në ofanziva dhe kjo po theme ka dëmtuar demokracinë në Kosovë dhe jo vetëm demokracinë e brendshme, por edhe relacionet ndërkombëtare që Kosova i ka me theks të veçantë me aleatet e vet. Po, dhe me kaq që vetë po e përfundojmë edhe këtë pjesë intervjistës, trovon falenderoj shumë që ishe këtu me ne në studio. Faleminderit edhe një herë juve dhe gjithë stafit tuaj. Faleminderit shumë. Bek, falenderoj edhe ty për këtë lidhje direkte dhe që je kështu mik i emisionit mëngjesit. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë për me elaboru ato që na menojmë edhe peshohin për tarmën e venit edhe uroj sukses dhe më të madh kanal Leqe. Po, faleminderit shumë. Dhe të dashur shikues, me kaq